Në lagjen Aleibra të komunës së Gjakovës, shumë shpejt do bëhet verifikimi familjeve të shpërngulura. Kjo përmes Komisionit Përkatës, kështu tha drejtori i Drejtorisë për Punë të Përgjithshme Administrative, Armend Vokshi. Kërkesa ime ka qenë që të krijojmë një komision i cili do të bëj verifikimin, kontrollin, do të koordinoj punët me banorët të cilët janë në lagjen Aleibra, do të jetë më afër me ta në lidhje me nevojat apo domosdoshmërinë që kanë apo duhet komuna të ndërmarrë, dhe njëkohësisht kemi një komision i cili do të jetë koordinues në raportin e të gjitha punimeve. Vokshi pohoi se janë edhe 4 shtëpi të lira, të cilat komisioni do t'i verifikojë dhe t'i prezentojnë në bord se cilat familje do jenë përfituese. Me nënshkrimin e kontratave që kanë bërë, një nga kriteret kryesore është që nuk kanë të drejtë asnjë banor që të ndërtoj shtëpijat apo të ndërtoj një kat të dytë apo të zgjeroj shtëpinë ekzistuese ose të dalin nga plani urbanistik. Njëkohësisht nuk kanë të drejtë që të shesin apo të japin me qerak të shtëpi që kanë përfituar nga komuna dhe donatorët të cilët kanë investuar në të. Mirëpo është shumë e rëndësishme edhe për banorët të cilët janë përfitues në momentin kur do të migrojnë, ata në kontratë kanë që për 6 muaj nëse nuk janë pjesë apo nëse nuk qëndrojnë në shtëpi do ta humbin të drejtën e shtëpisë. Sipas tij, është marrë ky vendim me vetmin qëllim që të përshpejtojmë realizimin e projektit. Projekti ka qenë i bashkëfinancuar nga Ambasada Zvicrane apo SDC-ja, njëkohësisht bashkëfinancues ka qenë edhe Austrian Development Agency, gjithashtu zyrja e kryeministrit për komunitete dhe Ministria e Komunitetit dhe Krimeve, ndërsa Komuna e Gjakovës ka ndarë parcelen dhe njëkohësisht ka bashkëparticipuar në implementimin e komplet infrastrukturës, ka kushtuar diku rreth 800.000 euro për ta ndërtuar për fazën e parë, 2 dhe të tretë. Projekti në total është diku rreth 4.100.000 euro. Përndryshe, komisioni është përgatitur që të bëjë punën e tij sipas rregullave adekuate. Dhe komunës sonë i mbetet të punojë dhe shumë shpejt do bëjmë inaugurimin e këtyre shtëpive.